Është zhvilluar mbledhja e radhës e Komisionit të Mbrojtjes Civile në nivel qarku, me pjesëmarrjen e drejtuesve dhe përfaqësuesve të institucioneve shtetërore qendrore e vendore. Në fokus të takimit ishte analiza e administrimit të emergjencave civile gjatë sezonit veror dhe miratimi i masave përgatitore për përballimin e situatave të mundshme gjatë stinës së dimrit. Prefekti i Qarkut Korç, Nertil Jole, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe zbatimit të detyrave të përcaktuara në planin e emergjencave dimërore. Do duhet që të merren gjitha masat në raport me një mbikëqyrje dhe një monitorim të vazhdueshëm të kryesisht autoritetit rrugor shqiptar dhe subjekteve të kontraktuara për mirëmbajtjen dimërore, por edhe të shërbimeve që njësitë e qeverisjes vendore ofrojnë për administrimin dhe mirëmbajtjen dimërore të akseve dytësore lise, të zonave më të thella rurale, për shërbimet që nuk duhet mungojnë aty jo vetëm sa i takon mirëmbajtjes rrugore, por edhe atyre të furnizimit me energji, me ujë, shërbimeve arsimore, shërbimeve mjekësore kryesisht. Ana e Drejtorisë Vendore të Policisë Korç përmbushën detyrat institucionale dhe në zbatim të ligjit për garantimin e rendit dhe sigurisë publike në zonat turistike, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore gjatë sezonit turistik veror dimëror, ka hartuar plan masash për administrimin e emergjencave civile për periudhën maj-tetor 2025 dhe menaxhimin e emergjencave dimërore 15 nëntor 31 mars 2025. Gjatë mbledhjes u theksua nevoja për koordinim të vazhdueshëm mes institucioneve të rendit, emergjencave civile, shërbimeve të transportit dhe njësive vendore, në mënyrë që Qarku i Korçës të përballet në mënyrë efektive me çdo situatë të shkaktuar nga kushtet e motit gjatë muajve të ardhshëm.